Këtu do të paraqesim disa detaje që shohim kur lexojmë hadithet e besueshme islame. Do ta fillojmë me hadithin numër 231 të Buhariut. Në këtë hadith lexojmë: Sulejman bin Jasari tregon: E pyeta Aishën për rrobat e ndotura me sperm. Ajo u përgjigj: Unë e laja nga rrobat e të dërguarit të Allahut dhe ai shkonte për namaz ndërsa njollat e ujit ishin ende të dukshme. Nga Buhariu do të shohim dhe hadithin me numër 229 ku lexojmë: Tregoi Aisha: Unë i laja gjurmët e xhenabes, spermës, nga rrobat e profetit dhe ai shkonte për namaz ndërsa gjurmët e ujit ishin ende mbi të, njollat e ujit ishin ende të dukshme. Tek hadithet e Muslimit, në hadithin me numër 290 lexojmë: Abdullah bin Shihab el-Kaulani raportoi: Qëndrova në shtëpinë e Aishës dhe pash një ëndër të lagësht dhe e ndjeva efektin e saj në veshjen time, kështu që në mëngjes i shyta të dyja rrobat në ujë. Këtë veprimin tim e pa një shërbëtore e Aishës dhe ajo e informoi. Ajo, Hazreti Aisha, më dërgoi një mesazh: Çfarë të shtyu të sillesh kështu me rrobat e tua? Ai, tregimtari, tha: I thash se pash në ëndër atë që sheh një person që fle. Ajo tha: A gjetën ndonjë shenjë të lëngut në rrobat e tua? Unë thash: Jo. Ajo tha: Po të gjeje diçka, duhet ta laje. Në rast se e gjeja atë spermën në veshjen e të dërguarit të Allahut të tharë e hiqja me thonjtë e mi. Në hadithin me numër 567 të Muslimit lexojmë: El-Aad dhe Hammam raportuan se Aisha kishte thënë: Unë gërvisha spermën nga rrobat e të dërguarit të Allahut. Në hadithin me numër 570 lexojmë: Amr bin Mejmuni tha: E pyeta Sulejman bin Jasirin nëse sperma që bie në rrobat e një personi duhet të lahet apo jo. Ai u përgjigj: Aisha më tha: I dërguari i Allahut lante spermën dhe pastaj dilte për t'u falur me atë rrobë dhe unë shija shenjat ku ishte larë. Tek hadithet e Ibn Majhes, në hadithin me numër 536 lexojmë: Transmetohet se Amr bin Mejmun ka thënë: E pyeta Sulejman bin Jasirin për një rrobë që bëhet me sperm. A duhet ta laj vetëm pjesën që është bërë me sperm apo ta laj të gjithë rrobën? Sulejmani tha: Aisha tha: Në rrobën e të dërguarit të Allahut kishte sperm dhe ai e lante vetëm pjesën që ishte me sperm, pastaj dilte të falej duke veshur atë rrobë dhe unë mund të shija shenjat e lëna mbi të nga larja. Në hadithin me numër 537 lexojmë: Transmetohet se Aisha ka thënë: Shpesh gërvisja spermën nga rrobat e të dërguarit të Allahut me dorën time. Dhe në hadithin me numër 539 lexojmë: Transmetohet se Aisha ka thënë: Më kujtohet kur e gjeta spermën në rrobën e të dërguarit të Allahut dhe e kruajta. Dhe në fund po lexojmë dhe një hadith nga Ana asaj. Në hadithin me numër 297 lexojmë: Është transmetuar se Aisha ka thënë: Unë e pastroja xhenaben. Në një rast tjetër ajo tha: Spermën nga rrobat e të dërguarit të Allahut. Pyetja që ngrem është përse kishte Muhamedi sperm në rrobat e tij, ndërkohë që kishte 9 apo 11 gra.